tu paraburgimi. Ma kjo që tha avokatja e para përcaktohet me ligj, nuk është që po diskutojmë që me vendosë që është në masën e paraburgimit për kënd ose jo, qoftë për të mitur ose jo, sepse fundja ajo përcaktohet me ligj. Mirë po, një pjesë tjetër që e tha avokatja e që është angazhimi psikologëve edhe trajtimi edhe prindët që me marrës ma seriozisht dhe me pas mundësi që me trajtu fëmijët e tyre, na paharojmë me diçka tjetër që janë edhe kushtet ekonomike në Kosovë të cilat determinojnë diçka të tillë. Jo çdo familje mundet me kaluna për këto edhe me ofru familjarëve tyne edhe fëmijëve tyne atë trajtim që ne po përmend avokatja. Ndoshta një diçka e tillë duhet të trajtohet edhe përmes institucioneve, sepse në për shkollat tona ne dimë që ka mungesë të jo të teksueshme, po na mundem me përmend shumë pak shkolla të cilat kanë psikolog të angazhuar që e trajtojnë këtë çështje shumë seriozisht. Na këto çështje fatkeqësisht na i trajtojmë vetëm në momentin kur ndodhin, mirë po pas disa ditëve na i harrojmë këto dhe nuk është që merret dikush. Tek ne problemi nuk është sepse po tentohet që me u diskutu vetëm si raste të izoluara, edhe jo me diskutu për zanafillin e problemit që është, na fatkeqësisht nuk e kemi një plan program afatgjatë të Ministrisë së Arsimit, shembull i cili kur e them afatgjatë jetë 10 ose 15 vjeçar me objektiva, me qëllime të caktuara, me forme se si na mendojmë me arrit ato, duke filluar qoftë nga shkollat fillore të mesme që me u diskutu këto gjëra. Na shpesh herë kemi pa edhe raportet e policisë Kosovës Bastisje, të cilat i bajnë nëpër shkollat e mesme, është e frikshme ajo se çfarë gjendje nëpër shkollat e Kosovës. E kjo nuk është rast që ndodh aty për aty. Mirë po kjo fillon qysh nga fazat e hershme e që tek ne fatkeqësisht nuk është që trajtohet në mënyrën më të mirë të mundshme edhe që lën shumë për dëshiru. Në qoftë se nuk fillojmë që me kriju një plan afatgjatë, qoftë prej shkollave fillore, e para ato që i përmende qoftë angazhimi psikologëve, diskutimi me ata persona që potencialisht mujnë me pas gjasa që me shkaktu probleme, sepse fundi ata janë të përcjellën vazhdimisht, sepse një pjesë të madhe të tyre e kalojnë për objekte shkollore. Ne kemi qenë dëshmitarë që edhe në momentin kur kanë qenë pjesë e këtyre objekte nuk është që kanë qenë sigurt, sepse ka pas probleme që kanë ndodhur edhe mbrana për mbrana tyre. Mirë po mos harrojmë që këto probleme, këto fatkeqësisht këto vrasje që po ndodhin nuk është që po ndalen vetëm tek ajo shtresa që na e diskutuam tek të miturit. Mirë po janë Kosova po zgjehet si vend për të qeruar hesapet edhe mes grupeve të ndryshme. E gjatë që kjo duhet me qenë alarm për institucionet e sigurisë që veprimi i tyre të mos jetë një veprim reagues pasi që të ndodhin problemet, mirë po monitorimi i tyre edhe pasja e situatës nën kontroll të jetë e vazhdueshme. Jo vetëm ne të fillojmë të reagojmë pasi që të ndodh rasti, edhe pastaj dalim vetëm me statistika, sepse fundja po e kam përshtypjen se institucionet tona më shumë janë bërë si një lloj enti statistikor që dalin edhe të tregojnë për statistikat e mundshme, dalin edhe të tregojnë për numrin e aksidenteve, numrin e vrasjeve, numrin e eksceseve të cilat kanë ndodhur. Mirë po nuk po shoh raporte të tyre për numrin e atyre aksidenteve të cilat janë parandaluar, nuk po shoh raporte të tyre për numrin e aksidenteve të cilat ata kanë arritur me zbulu më herët, edhe fundja pse mos më i publiku të njëjtat për një fushat vëdisuese tek qytetarët, në mënyrë që qytetarët me kriju një besim atë madh në institucionet e tyre. Sepse fundja sot në qoftë se arrin me e pa një perceptim qytetar është që institucionet tona reagojnë pasi që të ndodh problemi. E kjo është fatkeqësi, sepse ne nuk kemi arritur që me kriju një përtej atij imazhit që na e diskutojmë vazhdimisht institucionet tona, sidomos këto të sigurisë, ka një besueshmëri të lartë në popull në krahasim me institucione tjera, mirë po krahasimin të mos e bëjmë në raport me institucione tjera, mirë po të e bëjmë në raport me situatën të rënë edhe problemet e mundshme. Sa na kemi arritur që me ndryshuat mendsinë atë kulturën tek qytetarët tanë, që raportimi në institucionet tona për problemet e mundshme nuk është kur gjë më shumë se sa respektimi i ligjit dhe fundja sot patriotizëm është ajo që me diskutu me institucionet dhe me raportu problemet e mundshme, e që të mos jetë dikur vonë të diskutojmë për statistika dhe për numrin e vrasjeve që po ndodhen. Në fakt, Arta